Erdhëm kështu dal nga dal edhe tek rubrika e fundit për natën e sotme, bëhet fjalë të pathënat e kësaj jave, se kush bën pjesë në to, e ndjekim bashkë tani. Fjalët e mia kanë peshëm ran, kom si mos me ma pesha bën. Tuna dhe Geti para pak ditësh nxorën këngën dhe klipin e tyre të shumë pritur MMV. Këngë kjo që grumbulloi mbi 550.000 klikime deri më sot. Kënga në fjalë duket që po pëlqejë jashtëzakonisht shumë, por jo vetëm fansat e tyre po dëgjojnë dhe po përkrahin dyshën për projektin e tyre. Blero dhe Dhurata Ahmetaj janë ata që në rrjetin social Twitter nxorën komplimentet e tyre sa i përket këngës dhe klipit të dyshës. Këngëtarja nga Shqipëria, e cila tash sa vite jeton në shtetin italian, Evi Reqi, para disa ditësh nxorri në tre këngën dhe klipin më të ri Jeton tek te. Në versionin remix, kënga origjinale është balade prodhuar në 2009 nga Evi dhe që ka qenë pjesëmarrëse në këngën magjike të Po Ati Viti ku fitoi çmimin televiziv. Kënga është bërë atëherë nga Flori Mumajesi, teksti nga gazetarja Fjodora Fjora, regjia dhe skenari është bërë nga Joni Baçi Allizoti. Pas 5 vitesh, u vendos të risillet me një remix që është bërë nga DJ Erian që jeton në Toronto të Kanadas. Klipi është xhiruar në Firenze të Italisë ku jeton dhe studion prej 6 vitesh këngëtarja. Klipi ambientohet në vende të 1800-s dhe veshja është inspiruar po andej. Rrjetet sociale tashmë janë bërë pjesë e jetës. Kjo edhe nga këngëtarët tanë që po promovojnë risitë e tyre pa ndalse e përket punës. Instagrami është më i frekuentuar nga fytyrat publike. Elvana Gjata, e cila para pak kohësh erdhi me projektin Puthe, ka arritur që në Instagram që nga dita e publikimit të klipit të mbledh nga fansat e saj hashtagun Puthe në fotot e postuara, cilat janë mbi 1000. Ky hashtag i dedikohet projektit një javor. Emrat e ri që dita ditës pishtojnë skenës sonë me sukses nuk po kanë të shterur. Së fundmi është Fitim Shatrolli, i cili kryen punë në DJ dhe beatmaker, që duket të jetë shumë i talentuar. Prodhimtaria e tij është kryesisht në muzikën house. Bitat e tij kanë filluar të komentohen dhe nga producentë të njohur ndërkombëtar për shkak të stilit unik. Pasi që bën disa muaj që ata janë ndarë, siç duket dyshja në fjalë nuk e kishte për një me ndarjen e tyre. Pasi që në rrjetin social Snapchat këngëtare Latifi kohë pas kohë nxjerr fotografi vetë dyta në krahët e Atillës. Zoq në fjalë duket që u kanë rikthyer dashurisë së vjetër. Grenusha Latifi dhe Atilla Burgia përsëri në krahët e njëri tjetrit. Aktori dhe modeli me origjinë shqiptare Agim Kaba i njohur për rolet e tij në Charmed dhe As the World Turns. Pas një periudhe heshtje që kishte në karrierën e tij, ai ka vendosur të rikthehet ekranit të madh me një film të ri. Titullohet The Last Film Festival, një komedi me regji të Linda Yallon, në role kryesore të së cilit interpretojnë Dennis Hopper, Chris Kattan, Lily Hobieski e të tjerë. Kaba ka rolin e një ylli të ri kinematografik në këtë film, i cili pritet të lansohet gjatë vitit 2015 në kinemat amerikane e më pas në ato evropiane. Lajmi u bë i ditur nga revista Albaniak.